9 miliard euro janë investuar nga diaspora në banesa. Kapitali vdekur për ekonominë e Kosovës. Nuk po e tham unë, por po e thon nga AKB-ja, Aleanca Kosovare e Biznesit. Gjatë 2 dekadave të fundit në Kosovë janë blerë 180.000 banesa nga diaspora, që kap shifrën e 9 miliard dollarëve. Investimi më i madh nga pas lufta deri më tani në Kosovë është bërë në banesa. Diaspora dominon. Aleanca Kosovare e Biznesit ka shprehur shqetësim të thellë për mënyrën se si po orientohen investimet e diasporës në Kosovë. Në një postim në Facebook, AKB-ja thot se këto janë mjete kolosale, por të shndruara në kapital të vdekur. Këto janë mjete kolosale, por të shndruara në kapital të vdekur, që nuk krijojnë as vende pune, as zhvillim ekonomik, as të ardhura të reja për shtetin. Kjo shifër e lartë tregon qartë se qeveria e Kosovës nuk ka asnjë strategji të mirëfillt për orientimin e remitancave dhe të kursimeve të mërgatës drejt sektoreve prodhues e shërbimor. Në mungesë të lehtësirave, sigurisë dhe politikave shtetërore, diaspora zgjedh të investojë në pasojë të palojshme, duke humbur mundësinë e krijimit të kapitalit qarkullues që do të jepte frymëmarrje ekonomisë së vendit, thuhet në njoftim. AKB-ja konsideron se 9 miliard euro në banesa janë pasuri e madhe e vendosur në vendin e gabuar. Përgjegjësia mbie mbi qeverinë, e cila ka dështuar të krijojë kushte për investime të shëndosha, ashtu edhe mbi diasporën që nuk po e shfrytëzon potencialin e saj për gjenerim të zhvillimit afatgjat. AKB-ja kërkon nga qeveria hartimin e një strategjie të qartë dhe stimuj real për orientimin e remitancave në ekonomi aktive. Nga diaspora, një reflektim dhe angazhim më të madh për investime në biznese prodhuese, në shërbime, në teknologji dhe në projekte që gjenerojnë punësim e perspektivë për të rinjtë të Kosovës, thanë në fund Agim Shahini, kryetari i AKB-s, thuhet në njoftim.